Ja letra që më dërgoi presidenti Trump. Kryeministri Edi Rama ka publikuar sot në Facebook një letër që ka marrë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald J. Trump, ku ky i fundit e fton Shqipërinë të bëhet shtet antar themelues i një organizmi të ri ndërkombëtar, të quajtur Bordi i Paqes. Në postimin e tij, Rama shprehet se ndan me qytetarët letrën e marrë një ditë më parë nga presidenti amerikan, duke falenderuar për besimin dhe duke theksuar se do të bëjë gjithçka për të lartësuar emrin e Shqipërisë e dinjitetin e shqiptarëve. Postimi i plot i Ramës. Mirëmëngjes, dhe me nderin e kënaqësinë e ndarjes me ju të letrën që mora dje nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald J. Trump, duke ju falëndëruar për privilegjin e besimit që më keni dhënë, si edhe duke ju siguruar se do të bëj deri në fund gjithçka duhet për ta lartësuar emrin e Shqipërisë e dinjitetin e shqiptarëve. Ju uroj të diel të qetë. Bashklidhur për kthimi. 16 janar 2026. Shkëlqësia e tij, Edi Rama, Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Tiranë. I nderuar kryeministër, është një nder i madh për mua të ju ftoj ju, si Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, të më bashkoheni në një përpjekje historike dhe madhështore për forcimin e paqes në lindjen e mesme dhe njëkohësisht të ndërmarrim një qasje të re plot guxim për zgjidhjen e konfliktit global. Më 29 shtator 2025, shpalla planin gjithëpërfshirës për fundin e konfliktit në Gaza, një plan veprimi me 20 pika, i mbështetur menjëherë nga të gjithë udhëheqësit botëror, përfshirë edhe krerët kryesor në botën arabe, Izrael dhe Europë. Në vijim të këtij plani, më 17 nëntor, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara miratoi me shumicë mbizotëruese rezolutën 2803, duke mirëpritur dhe mbështetur këtë plan. Tani është koha që t'i kthejmë gjithë ëndrat në realitet. Bordi i Paqes është në zemër të këtij plani dhe ky është bordi më i mbreslënës dhe më me ndikim i krijuar ndonjëherë, i cili do të themelohet si një organizëm i ri ndërkombëtar dhe administratë qeveritëse tranzitore. Arritja jon sjell së bashku një grup kombesh të dalluara që janë gati të marrin mbi supësh përgjegjësinë fisnike të ndërtimit të paqes së përhershme, një nder i rezervuar për ata që janë të përgatitur të udhëheqin me shembullin e tyre dhe të përkushtohen me mjeshtëri për një të ardhme të sigurt e të begat për brezat që do të vinë. Në një të ardhme të afërt, ne do t'i mbledhim partnerët tanë të mrekullueshëm me të përkushtuar, shumica e të cilëve janë udhëheqësit botëror shumë të respektuar. Si kryetari i bordit, i ftoi zyrtarisht Republikën e Shqipërisë të përfaqësohet prej jush, të na bashkohet si shtet antar themelues dhe të bëhet palë në statutin e Bordit të Paqes. Ky bord do të jetë aq i veçantë sa kurrë më parë nuk ka ekzistuar diçka e ngjashme. E çdo shtet antar mund të caktojë një përfaqësues të autorizuar në emër të tij për të marrë pjesë dhe të kontribuojë në takime. Bashklidhur planin gjithëpërfshirës dhe statutin e bordit, i cili tani është i disponueshëm për nënshkrimin dhe ratifikimin tuaj. Me kënaqësi pres të punojmë së bashku edhe për shumë gjatë në të ardhmen, drejt qëllimit të vendosjes së përhershme të paqes botërore, mirëqenies dhe madhështisë për të gjithë. Me urimet më të mira, unë jam, sinqerisht, Donald J. Trump, presidenti i Republikës së Shteteve të Bashkuara. Shkruan Rama.